Kaoni, 14 vjeç, nuk do guxoja kur ta bëja për shkrimin për shpiket e tua, se do bëja 1 miliard gabime, më thuaj. Po. Është njëshna e ti, kaq di unë, si informacion. Unë pra që 3 muaj e gjysmë kam filluar të ndërtoj Mindloop, që është një aplikacion i cili është një udhërrëfyes për secilin person për mësimin e personalizuar. Pra, nëse një person dëshiron që të mësoj çfarë të lloj teme, këtu në demo e kam paraqitur për shembull një temë ndoshta më komplekse për njerëzit, si funksionojnë large language models, ne mund të gjenerojmë pra kurse të personalizuara në bazë të nevojës që kemi. Pra, unë jam nisur në atë problemin që jo gjithë kurset janë të personalizuara për të gjithë. Pra, jo për shembull një kurs duhet ti mësoj të gjithë nxënësit apo të gjithë njerëzit, për arsye që nuk i përshtatet nevojave të atij që dëshiron të mësoj për shembull ndoshta më shumë nga ana vizuale, për shembull kemi opsione si të gjenerojmë quize në bazë të atyre gjërave që ne nuk po i dimë dhe kjo e gjitha kjo me anë të inteligjencës artificiale. Sa i përket Mindloop, pra është në fazën e prototipit, ku besoj që brenda kësaj veri do ta bëjmë si MVP, ku do të pra në formë të beta. Vete ke bërë ti këtë? Po. Mindloop? Po, i gjitha vetë. Çfarë do të thotë? Çfarë bën me këtë? Pra, po e zëmë që kemi unë për shembull 14 vjeç dëshiroj që me mësu se si zgjidhen ekuacionet, kemi për shembull ty që dëshiron me mësu një temë të caktuar, kemi zotëriun këtu që dëshiron me mësu një temë të caktuar dhe ai mund ta gjeneroj kursin për veten e tij, vetëm për nevojat e tij personale. Pra e zgjedh temën që do dhe bën një vetë kurs atje brenda. Pikërisht. Këtu kemi për shembull në bazë të komandave që ne i kemi dhënë pra inteligjencës artificiale për të na gjeneruar një kurs, në këtë rast kemi se si funksionojnë large language models, atëherë do të na i gjenerojmë së pari temat, a ja pajtohemi me këto tema dhe duhet i bëjmë save dhe më pas kemi opsionet se çfarë tools na përshtaten neve. Për shembull, ndoshta dikush është më i mirë në anën vizuale të mësoj përmes imazheve. Por edhe diçka që jam duke punuar vazhdimisht është edhe video generation tool, ku do të rris efikasitetin në të mësuarit tek të gjitha moshat, tek të gjithë njerëzit, për arsye që ndoshta do të vijë ajo koha ku besoj ndoshta brenda këtyre 5 viteve ku secili do të mësoj vetë me anë të inteligjencës artificiale. Sa i përket edhe aplikacionin tjetër që jam duke agenti tjetër të inteligjencës artificiale, i cili jam duke krijuar dhe zhvilluar, quhet EmailGPT. EmailGPT është një agent që ndihmon të gjithë njerëzit pa dallim, për shembull biznese, mund të ndihmoj individ që përdorin mjaft shumë emailën, mund të ndihmoj për shembull ty si gazetar, për shembull për të i përmbledhur gjitha emailat në baza ditore, javore, të jep reminders për emailat e tua. Është një organizim. Po, mund të themi që është ChatGPT vetëm për emailat e tua. Është 14 vjeç. Po ju kujtoj, ku e ke bërë shkollën? Po, unë shkoj në shkollën Faj Konica në Prishtinë, por mësimin në bazat e programimit kam filluar që nga mosha 7 vjeçare. Pra prindët më kanë udhëzuar që me ndjek disa kurse nga tema të ndryshme dhe unë e pata pëlqimin që me vazhdu me mësu më shumë programim, e deri që nga viti 2023 kur vitin 2022 ka dalë në treg ChatGPT, por në vitin 2023 unë u dashurova, mund të themi, se me çfarë mund të arri duke përdorur inteligjencën artificiale për të zgjedhur problemet e njerëzve. Nga informacionet që më ka vendosur Luciana Ulej këtu, thot se Kaoni është pranuar si studenti më i ri ndonjëherë në një shkollë prestigjioze në SBA, në një program me shkallë pranimi vetëm 10%. Po, është pra Founder University, i cila... Aplikove? Po, jam pranuar gjatë muajit maj, kam aplikuar, kam ndjekur intervista të caktuara dhe më pas u pranova, ka qenë mjaft kompetitiv si program, për arsye që për gjithë startupet, për gjithë ata që kanë një ide për të krijuar një startup, ky program pra do të ndihmoj dhe do të aftësoj. Kur fillove të kesh interes për IT-n? Sa vjeç? Ndoshta mund të them që nga mosha 7 vjeçare. 7 vjeç. Kur e ke marrë kompjuterin e parë? Besoj atëherë që kam dëshiruar me ndjek programimin edhe kom ndjek. Po ç'bëje ti Kaun? Nuk luaje me kompjuter? Jo, faktikisht në atë kohë krijoja loja për shokët dhe shoqet, për familjarët, pra... Krijoje shpikje lojra? Po, kisha dëshirë që të mos konsumoj për të krijoj, dhe të krijoj diçka inovative. Në Kosovë e vlerësojnë shumë këtë që ti bën?
Se pash disa foto në rrjetet sociale të tuat edhe me persona të rëndësishëm politik. Po, mendoj që secili vend duhet t'i vlerësoj talentet që ka, për arsye që po ashtu edhe rinim, për arsye që ajo është e ardhmja e çdo vendi dhe mendoj se nëse e shfrytëzojmë ashtu si duhet. Te shkolla ç'a thon? Në shkollë po ashtu kam arrit që jam duke provu që me implementu inteligjencën artificiale në mësim, ku e kam kriju edhe një nismë bashkë në shkollë për të implementuar inteligjencën artificiale në mësim, që në Kosovë, në Shqipëri. Doja sugjeroja Bashkisë së Tiranës, sot i duhet shumë një si Kaoni, ndoshta, është pak humor i zi, po Kaon, ti diti mbrosh sistemet e tua nga hakerat? Po, sa i përket se ishte edhe një lajm e herët, mendoj që është edhe diçka që dua të them, tash është duke u përdorur mjaft shumë vibe coding. Do të thonë është një metodë kodimit e cila nuk është e gjitha 100% me inteligjencë artificiale. Dhe pra ekspert fushave ndryshme, po ndoshta po janë pesimist lidhur me të ardhmen e vibe coding për arsye që ndoshta siguria kibernetike e këtyre webfaqeve, aplikacioneve do të jetë shumë e ulët sa një njeri do ta krijojë një aplikacion. Por mendoj që ndoshta do të ndryshojmë me kalimin e kohës. Ne nga IT-ja jemi cop-cop, si vende, Kosova, Shqipëria, apo jemi mirë? Nuk kam dëshirë të them ashtu, sepse mendoj që talent kemi, por nuk shfrytëzohet aq sa duhet. Nisi se ajo punë ka, po s'ka profesionist.